Prokuroria e Përgjithshme kërkon hetimin e 3 deputetëve opozitar, sipas saj të dyshuar si ideator dhe organizator të protestës së palishme dhe sulmeve të dhunshme të 21 janarit të vitit të shkuar. Vetëm pak orë pas arrestimeve në Gardën e Republikës, prokurori Ajna Rama deklaroi se hetimet do të vijojnë edhe për organizatorët e kësaj proteste ku u vran 4 vetë. Për të sqaruar plotësisht pozicionin e deputetëve Besnik Baraj, Tom Doshi dhe Taulant Balla në raport me ngjarjet e datës 21 i pari 2011 për veprën penale të organizimit dhe pjesëmarrjes në grumbullime dhe manifestime të palishme, lindet domosdoshme kryerja e disa veprimeve hetimore ndaj tyre. Për këtë arsye, Prokuroria e Përgjithshme i ka kërkuar Kuvendit të Shqipërisë sot, më datën 23 pari 2012, dhënien e autorizimit për procedim të këtyre deputetëve. Kryeprokuroria tha se gjatë këtij viti nuk ka patur prova që faktojnë organizimin e protestave të dhunshme nga liderët e SMAJT-s, edhe pse tashmë 3 deputetët do të merren në hetim. Ka disa indicie që ne nxjerrim nga dhënat që kemi marrë deri më sot, që disa deputetë Partisë Socialiste mund të kenë pas një rol organizator në veprimet e dhunshme të demonstruesve. Për të verifikuar dhe për të pasur një konkluzion të saktë për këtë gjë, ne kemi kërkuar sot heqjen e imunitetit për 3 deputetë të Kuvendit, siç unë deklarova. Duket se thellimi i hetimeve gjithëpërfshirës të prokurorisë ka ardhur kryesisht si pasojë e presioneve ndërkombëtare, të cilat kanë evidentuar qartë se protestuesit ishin ata që sulmuan të parët mbi policinë më 21 janar 2011. Pikërisht, të njëjtën gjë bëri sot ambasadori amerikan Alexander Arvizu, i cili i rikujtoi edhe një herë kryeprokurores se ishte policia viktime e parë e 21 janarit. 1 year ago we witnessed an unspeakable. Një vit më parë ne dëshmuam tragjedinë e parrëfyeshme që ndodhi në rrugët e kryeqytetit. Nisi me një provokim të qëllimshëm nga një grup i vogël protestuesish kundër policisë, të cilët ishin duke kryer detyrën e tyre, e cila më pas u ndoq nga një përkeqësim i situatës në ditët që vijuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës në bazë të kërkesës që ka ardhur nga Prokuroria e Përgjithshme, ranë dakord për shërbimin e kriminalistikës si dhe asistencë teknike për çështjen e drejtësisë në këtë rast. Dhe gjithashtu dëshiroj të nënvizoj që ka qenë gjithmonë qëllimi ynë që ky hetim të jetë i pavarur dhe i lirë prej çdo ndikimi politik. Ajna Rama bëri të qartë arsyet që çuan në arrestimin e kreut të Gardës, shoferit të tij dhe IT-së së kryeministrisë. Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka kërkuar caktimin e masës së sigurimit arrest në burg të shtetasve Andrea Prendi me detyrë komandant i Gardës Republikës, Margarit Kume me detyrë shofer i komandantit Gardës Republikës dhe Armando Kasaj me detyrë specialist i IT-së në Këshillin e Ministrave. Rezulton e provuar te çdo dyshimi se nga arma personale e shtetasit Andrea Prendi i ka realizuar 11 qitje në drejtim të turmës. Një nga predhat që është qitur ka shkaktuar vdekjen e shtetasit Faik Myrtaj. Ajna Rama ka lënë të paqartë se sa thellë do t'i shkojë hetimeve dhe nëse do të ketë emra të tjerë të cilët do t'i bashkojnë këtij procedimi penal.